Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak nëse Mimoza Ahmeti do t'jetë finalisti a par apo Romiri. Në fakt, nëse do t'ishte Iliri në një kombinim me Mimozën, ndoshta edhe do t'kishim dyshime sepse produksioni Ilirin e ka pak si të preferuar. Por, duke e ditur që Mimoza është një banore e cila në të gjitha daljet e saj në përballje me banorët për të qenë finaliste në këtë fermë sjellën vota, edhe mund të ndodhë që produksioni këtë javë ta çojë, këtë të hënë ta çojë Romirin si finalistin e parë, por unë nuk e besoj që këtë gjë do të bën Eduardi dhe Arbana, sepse në fund të ditës kanë interesin e klikimeve, kanë interesin e shikueshmërisë dhe kanë interesin e besimit të publikut në formatin e tyre. Mimoza do t'jetë finalistja e parë, nga informacionet që kam unë, domethënë ka një fluks mesazhesh që janë për Mimozën që votohet masovikisht për të qenë Mimoza finalistja e parë. Shumica thonë që Mimoza do ta djeg Romirin, nuk do ta djeg. Mimoza me këdo që të dilte në përballje, qoftë me Sarën, qoftë me Ilirin, qoftë me Sonin, qoftë me Romirin që është, qoftë me Visin, me patjetër që do t'ishte e para. Mimoza ka qenë kryefjala e kësaj ferme, por tani ka mbetur veç pjesa e ceremonisë. Domethënë duhet bërë kjo ceremonia që duhet me patjetër përzgjedhur se kush do t'jenë 5 finalistët, se edhe sikur 5 finalist të ngjiten në podiumin kryesor, dihet që Mimoza do ta merr fitoren e madhe, sepse Mimoza është ajo e cila ka bërë një show që të ndiqet nga i gjithë publiku shqiptar. Por duke patur domethënë padrejtësi gjatë disa prajmeve ku produksioni ka luajtur me publikun, publiku është në një frikë që e ka kapluar që ndoshta Romiri mund të jetë finalisti i parë. Tani në Big Brother VIP Albania, nëse do të rikthehemi, ka ndodhur një ngjarje e tillë, por Mimoza është në stadin e Luizit. Dhe duke qenë në stadin e Luizit, në asnjë mënyrë nuk mundet Mimoza të shkon e dyta e treta si finaliste, sepse dihet që të gjithë e duan dhe të gjithë e presin Mimozën. Unë jam shumë i bindur, jam jashtëzakonisht i bindur, dhe nga informacionet që kam unë, që nga nata e mbrëmshme që është hapur televotimi dhe gjatë ditëve në vazhdim, domethënë Mimoza është më e votuara dhe vazhdon të jetë e votuar me një epërsi të madhe kundërdrejt Romirit. Unë mendoj që Iliri diti ta luan lojën, Iliri e mbrojti veten e tij më në fund dhe i tregoi dhe produksioni që unë sido që të jetë, unë ja pranoj Mozës fitoren. Më pëlqeu mënyra se si Iliri e përzgjodhi që ta tregon të vërtetën kundërdrejt Mimozës dhe shpresoj me zemër që shoqëria e tyre të bëhet jashtë edhe më e mirë. Mimoza ka parë ca gjëra të bukura te Iliri, por Mimoza për mendimin tim është finalistja e parë e padiskutueshme dhe nuk ma merr mendja që produksioni do mundohej që të bëjë lojra në shtëpinë të Mimozës.